Edhe ligji i ri për zonat e mbrojtura duket se nuk i mbron siç duhet këto zona dhe ajo që është më kryesorja, krijon përplasje mes institucioneve dhe strukturave mbi kompetencat dhe detyrimet që kanë. Ka mjaftuar një takim në kuadër të një projekti për avokimin dhe ruajtjen e zonave të mbrojtura, që specialistë të zonave të mbrojtura në Shkodër, Drejtoria e Mjedisit dhe Pyjeve, administrator të njësive administrative, specialistë të Agjencisë Rajonale të Mjedisit dhe ato që janë përgjegjës për mjedisin dhe ujërat pranë IKMT së Shkodrës, të nxjerrin në pa një sër problematikash që nuk mbrojnë as zonat dhe nuk ndihmojnë as zhvillimin e qëndrueshëm të tyre. Problemet me mjedisin, ashtu siç u tha, në përgjithësi dhe siç e dim të gjithë, ka pambarimisht. Fillojnë që nga mungesa e stafit, që kanë shumë pak në tërë atë sipërfaqe të madhe, ashtu siç ndodh që ka mungesë stafi edhe për menaxhimin e pyjeve në bashki. Për të thënë që kur kaluan pyjet nga shteti te bashkit, janë kaluar vetëm si inventar në letër, jo faktikisht si ishin në terren, dhe kanë kaluar vetëm rroga për punonjës dhe as edhe një gjë tjetër që duhet të ishte. Ka përzierje kompetencash, jena gjitha llojet e strukturave mjedisore, policore, ndoshta është i vetmi institucion që nuk përzihet zafiksat. Duhet ndryshuar ligji me atë territorë, sepse komunitetet jetojnë aty me mijëra vjet dhe nuk kanë drejtën të marrin ndru për zjarre. Nuk mund zhvendosen një komunitet që ndoshta janë 30.000 banor me atë territorë të zonës mbrojtura, sot që flasim në qarkun Shkodër. Janë rreth 50 fshat nga ku jemi ne deri në Hanfotit. Janë banuar me shekuj. Unë kam përgjegjësi që njerëzve më janë të shtuaj fije sepse janë 150 institucione që duhet më marr për me dashur të bëjnë lajë ndihmë. Me ndryshu ligji, sepse ka shumë korrombole institucionale që nuk mund ndërveprojnë me njëri tjetrin. Grumullimi i pamiratuar i sheshëve të pamiratuar. Janë tash 30 vjet. Ke për t'i hir. Thuj bashkisë. Me çfarë je këtu? Janë tash 30 vjet. Ka çfarë thotë kam? Si t'ja bëjnë? Ideja është që zona e mbrojtur duhet mbroj natyrën, të konservoj biodiversitetin, aty ku ka. Aty ku nuk ka, ta lëm zhvillimin të zhvillohet, po themi, më shumë akoma, ekonomia. Këtë kërkon dhe Bashkimi Evropian, këtë kërkojnë standardet, nese kur jemi pjesë e familjes të BE-s, ne duhet të respektojmë me rigorozitet tonë. Projekti Zonat e Mbrojtura ka në rëndësi, do të zjas për 3 vite dhe zbatohet me mbështetjen e Bashkimit Evropian, me qëllim ngritjen e një grupi veprimi së bashku me banorët dhe bizneset për mbrojtjen e zonës Bun-Velipoj.